Me blat, kështu ne pa, Sa alhamdulillah. fëmijë ki? 3. Një vajzë ditë jem, vajzën e kam martu, jam baba bëgjish. Mashallah, për herë kanë baballak, se dhe në Kosovë. Babalak. Kur dalatin he, alhamdulillah, edhe ditë jem e kam. Qikën e kam martu, edhe ditë jem e kam Muhammedin madhin, alhamdulillah, Allah inshallah, i bon ketë, Allah i vudhash atinve që s'ka ne vlat. Se gëzimi ma i madh, se Allah i thot kujdo jap, kujdo si jap. Inshallah, Allah i shpërnizon krejve me vlat, se kënaqësia ma e madh, vladi është. Edhe vladi është edhe fitne, amat. Po. Si memi i edukon fëmit në islam? Jo veç në islam, po në përgjithësi si i edukon. Ti me shembull për tjerë, Po. Pikës pari dush mi fol për islam, për namazin, po dush mi thonë për respektin e prindve. Çfarë ti ken për rrugë të hajrit, që folin namaz, një, të respektojnë nënë e babë, shkojnë të rrugë të hajrit, të ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salam, mos shkojnë në harame. E që ajo është, kënd në udhëzimi është veç në islam. Nëse je në islam i e Keti ki je. Po, merri dy udhat, një udhë e Allahut, një udhë i shejtanit. Merri këtë rrugë, Allahut pejgamberit, i e në hajr. Shkon shejtanit i e shkatrim. E kush ndjek thot dy vëlla dy gjona, Kur'anin dhe Sunetin. Kur je në islam, si tham, i ki ket, po më kresorën e ki ahiret. Ahireti po. Ati s'ka fund. Nëse e fiton xhenetin edhe më je fituesi i më i madh.